muzika, trendet, klubet janë gjithmonë të hapura dhe gjithmonë është nevoja që dikush t'i menaxhojë artistët, ku do shkojnë, ku do këndojnë. Folur për këtë dhe për më shumë kam të ftuar personin që e bën të mundur gjithë të lëvizje, të VIP-ave artistëve, që quhet Xhani Demika, besoj se ju të gjithë e njihni. Xhani, shumë faleminderit për kohën dhe që të morëm kështu nga agjenda e zëme që kishe. Përshëndetje për VIP Magazina të parë, faleminderit për ftesën. Ka dhe nga ata që nuk më njohin, se jo të gjithë më njohin. Vetëm pjesa që i përket showbiz apo jetës natës nuk më njohin, por ka dhe nga ata që s'e kanë bërim fare kush mund të jetë. Gjithsesi, mos kaloj në modesti. Faleminderit për ftesën edhe patjetër me kënaqësi. Pasi VIP Magazin ka qenë gjithmonë një faqe që unë kam ndjekur, e kam përcjell, edhe ka pasur gjithmonë gjëra të bukura, pozitive, edhe nuk keni abuzuar kur me jetën private apo me gjëra personale të artistëve. Xhani, shumë faleminderit për vlerësimin, gjithashtu kjo është një gjë shumë e rëndësishme në momentin që ti je gazetar dhe e kupton se ku është limiti i jetës private, kështu që duke qenë se shumica prej nesh janë gazetar, mundohemi që të jemi kujdesshëm duke qenë modest edhe duke thënë këtë. Është gati dhe vera po vjen. Patjetër gjithmonë. Tani është momenti dhe perioda më delikate dhe më vështirë pasi përgatitemi për sezonin e 2025 të vit, edhe merrem me stafin, me organizimin, me idenë, me mbylljen e programit, me marketingun e klubit, ku unë punoj dhe jam, nuk e di lejohet të ta them apo jo, por patjetër që do ta thosh, pse mos ta thosh, se gjërat e bukura mund të reklamojmë, kështu që pa problem fare. Historikisht dihet që unë kam gati 8 deri në 10 vjet që menaxhoroj një klub në Sarandë. Dhe po përgatitemi për një eveniment shumë të fortë dhe shumë të bukur, dhe jo vetëm te organizimi që do bëjmë te klubi, por po mendojmë se diçka shumë më të madhe që do t'i vlen shumë Sarandës dhe pse jo turizmin e Sarandës. A mund ta bëni pak se për çfarë bëhet fjalë pra? Në një detaj, në një vjet ne kemi startuar një Orange Festival, një koncert që do bëjmë në stadiumin Sarandë, dhe po mendojmë që të bëjmë Orange Festival 2 këtë sezon, po që diçka ndryshe nga i pari, jo diçka konkrete që të them me detaje fikse, pasi mund ta lejmë për një hapësirë të dytë këtë pjesë, por që të them që do bëhet një Orange Festivali i dytë, që do jetë pak më ndryshe nga ai çfarë bër vjet. Pasi vjet ishin dy artistë grek, ishte Noizi dhe Elvana. Këtë vit po mendojmë diçka që do jetë edhe pse jo të prek dhe pak turizmin italian, spanjoll, edhe pse jo dhe perëndimin. Pra do kemi dhe këngëtar të huaj italian. Dëshira është për DJ dhe për këngëtar të huaj, që të jenë edhe në këtë dialekt ose në këtë gjuhë. Xhani, shpresher jam bërë shumë kureshtar se si lind, po themi, pasioni dhe ideja. Pra, çfarë duhet kesh në dhunti për të qenë një, po themi, menaxher VIP-ash? Pra, ka ndonjë cilësi, ndonjë veçanti? Që ta përcaktoj, domethënë, menaxher VIP-ash, domethënë, unë nuk jam menaxher i VIP-ave, domethënë se nuk jam menaxher i këngëtarëve. Unë thjesht bashkëpunoj me artistë, me këngëtarët, sepse jam drejtor artistik. Domethënë, kur ti je pjesë e ekipit të një klubi dhe je pjesë menaxheriale e një klubi, automatikisht ti do jesh kontakt i pashë të bën kontakt me artistët ose me menaxherët e artistëve. Domethënë, kjo bie poshtë si menaxher i VIP-ave, por unë thjesht jam një person që nga hija dhe nga zhurma atyre, unë kam krijuar edhe një emër dhe një status për veten time, por që gjithmonë kam qenë gjithmonë pjesa klub, uraliste dhe artist. Është shumë e vështirë, patjetër sepse çdo punë ka vështirësitë e veta. Mundojmë që të jem shumë korrekt, mundojmë të jem shumë i drejtë, mundojmë të jem transparent 100%, sepse nëse ti ke hile, ke dallavere, ke justifikime të kota, ke zhurma të kota, kjo është e kosto sepse edhe ata njerëz janë lodhën dhe në një moment të caktuar fillon dhe të zhvendosin, e kupton? Kështu që mundojmë të jem transparent për gjitha këto dhe thash sa më besnik ti je, sa më i drejtë je, e sa më me pasion të punosh, aq më shumë është virtyti i mirë për ty dhe të ecësh sa më lart. Kështu që deri tani kjo është parimi im kryesor. Vështirësi ka patjetër, që diskutohet. Xhani, sa vështirë është që të organizosh aktivitete dhe evente të mëdha siç bën ti? Pra, a është Shqipëria është futur në kulturën e organizimeve të mëdha? Po, patjetër, domethënë ka vështirësi plot, por kjo nuk bëhet vetë, gjithmonë bëhet me ndihmë ose me bashkëpunim. Çdo organizator mund të ketë nevojë për organizatorë të tjerë, ka nevojë për bashkëpunim dhe për suport edhe për staf, edhe nga pronarët apo edhe nga biznesmena që të dalë një eveniment shumë i bukur. Në Shqipëri po thashë se po bëhet kulturë e trend, pasi ne shohim që këtë sezon do bëhet Alfa Show 4, që e bën Noizi, që do bëhet në Tiranë datën 31 maj dhe është Kenny Music, që janë DJ internacional, që po bëhet nami me rezervime, me suporte, me kërkesa të larta. Dhe ti them që biletat janë sold out dhe është një numër shumë i lartë që është shitur i biletave.
Për momentin ky është organizimi më i madh që ka ndodhur në Shqipëri, por ka pasur organizime edhe të tjera, edhe festivale të tjera, por jo këto për masa që po bën Kenny Music që po organizon Noisy. Gjithsesi, është kthyer një kulturë në Shqipëri, është kthyer një trend që të gjithë këta njerëz ose të gjithë këto aktivitete po bëhen për të mirë të vendit dhe kjo po sjell një benefit shumë të mirë, sepse meqense përmenda Kenny Music, në datë 31 maj, me informacionet që kam dhe gjithë hotelet luksoze, mund të thënë ose gjithë hotelet premium janë bllokuar, janë shitur. Aq më tepër pastaj tani po fillojnë B&B, po fillojnë dhe booking hotelet më mesatare dhe me ato me low cost që po bllokohen. Kjo tregon që është një efekt shumë i mirë, dhe pse jo mos jemi edhe ne si bota, kupton? S'ka asnjë ndryshim. Pavarësisht se klubet ekzistojnë të jenë akoma me artistë performues, shumë të rrallë kemi pjesën e performuesve me DJ, por që ne jemi shumë te pjesa artistëve, kështu që kjo është për mua shumë e bukur, shumë e mirë dhe shumë okay. Sepse shohësh artistë performues, artistët më të mirë shqiptar të performojnë dhe të bëjnë hitet të tyre që ti i dëgjon vetëm në radio, i dëgjon në sfond apo në telefon apo në aplikacione, është një ndjesi tjetër në Shift Life. Gjani, ju jeni pjesë e rëndësishme, një ndër pjesët më të rëndësishme të tregut muzikor. A ka ndonjë artist që i mungon tregut shqiptar muzikor për momentin që ti doje ta riktheje? Shikoj, mund të ketë artistë që i mungojnë tregut shqiptar patjetër. Mund ta përmend për shembull që është Flori më jesi, për shembull është në një pauzë shumë të gjatë. Unë si Xhani doja shumë ose që nesër të ishte nevoja që Flori ta kishte në koncert, edhe ka ndonë biles po mendoja një ditë që u ka qenë derën e fundit Flori, nuk jam dhënë, nuk kam pirë alkool, sepse ka super hite, ka super projekte, ka super ka një lloj energjie, ka një lloj vibe që ai njeri të bën të deshë, kupton? Kështu që thirrja është që Flori riktheu të pim prapë tequila se na ka marrë mami. Por që kam përshtypjen që edhe Flori ka ato pauzën e vet, ka ato planet e veta, projektet e veta dhe ai e di mirë kur është okay që ai të dalë dhe rikthehet. Unë shpresoj dhe besoj që ai do rikthehet dhe duhet të rikthehet. Pastaj gjërat e tjera janë ti vetëm dorë se si shikon ai të favorshëm këtu dhe kush momenti. Por që edhe artistë tjerë mund të ketë, që mbase nuk më vjen në memorie për momentin, edhe me vetëm Flori, por që ne kemi artistë shumë të mirë. Artistë shumë të mirë, performues shumë të mirë dhe artistë që ka bërë bujë në tregun evropian dhe pse edhe botëror. U ty së fundmi kënga e Tajnës, si ai domethënë bëri bujë botërore edhe urojnë nga DJ-t me famë botërore. Ty të ka bërë bujë, të ka performuar Noisy në skenat europiane me artistë me famë botërore. Ty të ka performuar artistë të tjerë, bashkëpunimet e Dafines me artistë botëror, dhurata gjithashtu me artistë botëror. Ne kemi një lloj trendi dhe kemi një lloj muzike që edhe bota po na i dëgjon ose po na i pëlqen. Në aq vite eksperjenca ke ti dhe punë me artistët, kush ka qenë shuma më e madhe që një klub mund të ketë ofruar për një artist për të performuar ndër vite? Këtu nuk e di sepse këtu nuk pjesë nuk merret ekonomisti. Unë thjesht bëj dealin e pastaj janë ekonomistë që merren me njëri tjetrin. Merret menaxheri me ekonomisti, unë thjesht mbyll datën dhe pastaj flasin për kontrata dhe për bashkëpunime menaxherët me artistët. Më le ta bëj kështu pyetje ndryshe. A ka shifra të frikshme në tregun shqiptar që janë ato shifra që përballohen dhe që tregu jon i përballon nga shkaku edhe i konsumimit që ka klienti. Sepse ne kemi klientë që konsumojnë dhe patjetër që ato përballohen. Sepse nëse nuk do përballoshin, nuk do thonin artist. Flitet për një koncert të mundshëm të këngëtares Parashevi Simaku në Tiranë. A mendoni që një rikthim i saj me një koncert në Shqipëri do ketë sukses? Për Parashevin kam dëgjuar dhe respekt shumë për atë artistës, sepse është një artiste shumë e vjetër, shumë me zonja dhe ka pasur super hite në atë kohë dhe që dëgjojmë sot kësaj dite. Kam përshtypjen që rikthimi i Parashevis, brezin e vet ka marrë malli shumë për dëgjuar atë Parashevin para shumë vitesh. Do ketë një sukses patjetër. Do ketë interes njerëz, por nuk besoj se Parashevia do ketë interes të mbaj koncerte njëra pas tjetrës. Sepse thjesht ajo mund të vi për një nostalgji dhe pastaj të largohet prapë për në Amerikë dhe të vazhdojë në saj. Por që do ishte diçka e bukur nostalgjike, pse jo? Me përgëzoj edhe shumë miq që po mendon që të rikthehet në Shqipëri dhe të bëjë koncert. Por që nuk e di se si do jetë vazhdueshmëria e këtij koncerti ose e kësaj gjëje që ajo do të rikthehet muzikës 100% apo thjesht po e mendon vetëm për një moment. Po për atë fjalën 100% do jetë pak e vështirë sinqerisht, sepse tregu po prodhon artistë të rinj, talente të reja, muzikë e re, muzikë ndryshe nga ajo që mund të ketë Parashevia para shumë vitesh, apo nga ato që mund të krijojë, dhe kjo ngel për të parë.
unë ju uroj suksese dhe inshallah pse jo. Gjani, disa nga këngëtarë janë pjesë edhe të formatit të njohur Big Brother VIP Albania të transmetuar në Top Channel. Deri tani keni pasur kërkesa për ta? Po, në moment që mund të them që edhe mund të jetë drejt fundit Big Brother, kërkesat ka qenë të shumta dhe pyetjet ka qenë të shumta. Kur do jetë Jozi të këndoj live në Escape ku ti po punon, ose në Saran të Orange-it, dhe kur do jetë Gjesti. Do thënë, unë jam ndër të parë që me Gjesti kam pasur një bashkëpunim me koncerte, pastaj më pas normal fillon projekte, fillon ngarkesat të thjesht si artist, normal që u distancuam pak, por që kishim marrë shumë të mira komunikimi dhe sot e kësaj dite i ruajmë prap me staff manager të Gjestit, por për momentin Gjesti dhe Jozi janë artistë që më kërkohen. Më shumë dhe që po më pyesin kur do jenë, kur do dalin, kur do vinë, një presin të përfundoj Big Brother, të shohim kur do jetë fitus, dhe pastaj do bëhen oferta dhe kërkesat. Edhe pse unë me Jozin e kisha koncertin gati, por as unë dhe as Jozi nuk e kishim iden që Jozi do rifutshte prapë në Big Brother, pasi u bën televotim që do riktheshin 6 personazhe që kishin dalë, dhe nga këta 6 u përzgjedhej me Jozin për të rifutur prapë në Big Brother. Tani kjo është diçka e hapur, kështu që plani ishte gati që ja të do vazhdojmë për të dalë. Ky rikthimi i Jozit për herë të dytë, rikthimi i Jozit. A ja ka shtuar vlerat? Mua po më pëlqen shumë rikthimi sepse ky është Jozi, ai djali i shkallët, i zgjuar humorist, i çiltër, që nuk ka lidhje me atë njeriu serioz që në fillim dhe që ishte i pak i kontraktuar. Jozi është ky që po shohim, që është fan gjithkohës. Kam përshtypjen që rikthimi i dytë nuk besoj se do të ndryshoj shifrat me mua me Jozin, sepse ne kemi dakord për të sa detaje sa gjëra dhe do të qëndrojmë asa gjëra. Pastaj, nëse Jozi do të rrisë çmimet dhe gjërat, do shikojmë, do bëjmë një deal, do bëjmë një pagues. Siç e dini dhe siç besoj se e ndiqni dhe Bigun ndër vite, ishte Donaldi ai që ishte i pari që u bë pjesë e Big Brother VIP dhe pastaj më pas Romeo. Kush ka qenë më i kërkuari pas daljes, Donaldi apo Romeo? Më pas daljes ka qenë Donaldi. Donaldi ka pasur një bull të tmerrshëm, të frikshëm dhe ka qenë një zhurmë shumë e madhe dhe Donaldi që është pak larg nga këto zhurma, Donaldi ndoshta më shumë zhurmat. Romeo që është më i futur afër zhurmave, Romeo domethënë e pati impaktin më ndryshe sepse njerëzit nga që pan Donaldi dhe menduan se binjaku i vet do ishte një se Donaldi, ndërkohë që pavarësisht se ata janë binjak, po kanë edhe tipa të ndryshëm, kupton? Donaldi është shumë i qetë, është shumë nuk është impulsiv, është më i dashur, më popullor, kurse Romeo është më impulsiv, është më gjatë nxehtë, kupton, dhe kanë dy role shumë të ndryshme nga njëri tjetri. Ata kanë vënë tyre marrë, jo, kupton që s'ka lidhje fare me ata dy, është komplet natyrë më i qetë, kupton? Por që Donaldi ka pasur zhurmë më të madhe në impakt me njerëz që dolën nga Bigu. Por si anë artistike dhe si anë aktrimi apo humoristi apo anë artistike, Romeo e ka karrierën pak më të gjatë se Donaldi. A vjen të jetë kaq i kërkuar sa që ishte kur doli nga Big Brother, pra apo i zgjat fama? Luizi po vazhdon, famën e ka, impaktin ka impakt shumë të mirë, ka njerëz që reagojnë akoma, ka njerëz që duan një sesi që ndash në Big Brother, ka njerëz që e mbështesin. Realisht unë së shpejti jam në diskutime për datën e radhës me Luizin, por që patjetër që nuk shajnë zhurma dhe impakti i parë, siç ka qenë kur ka dalë në Bigu apo kur bëra të zhurmë, se normal ndikojnë shumë jo pjesa e mediave, jo pjesa e portaleve, pjesa e topit, ndikojnë shumë gjëra, por dhe pse ka kaluar gati mos gaboj një vit e ca, prap Luizi e ka ndikimin shumë të mirë. Dhe e përuroj dhe përgëzoj për të pjesë sepse edhe ai është një artist shumë i mirë, vokalist shumë i mirë, ka projekte të mira dhe nga ato informacione që kam ka dhe bashkëpunie shumë të forta që po i lançon së shpejti. Çfarë ndodh kur ti pasi bën një ide me një nga artistët prishet në momentin e fundit? Nuk ndodh të prishet, nëse prishet një kontratë, prishet vetëm për arsye teknike, ose mund të jenë fatkeqësi natyrore të tipit zjarre, tërmete, gjëra shumë të rënda, do që këto janë një problem, ose mund të jetë një ngjarje tragjike nga ana e artistit familjare ose diçka. Po ka pasur raste që ka pasur artistë që kanë pasur tragjedi familjare, ka ardhur puna, i kanë qendruar kontratës e kanë vazhduar performancën, sigurisht nuk ka ndodhur gjë, sepse edhe ata njerëz që vinë që paguajnë ato kosto apo ato bileta apo ato tavolina nuk ju intereson ndonjëherë, por gjithmonë bëhen me kuptim. Nuk ka ndodhur të anullohen,
por edhe nëse ndodhen po them janë gjëra teknike shumë të rënda që mund të arrin në anullim e një kontrata apo një koncerti. Mund ta thoni pak, mund ta flisni pak më shumë për klubin, pra çfarë lloj muzike luhet, kush janë këngëtarët që performojnë? Atëherë Escape ndodhet në Tiranë, është terminali Lindor në Tej. Është një klub më të reja, më me shumë të madhe, me ndikim më të madh, ka muzikë R&B, hip hop, ka komplet edhe After House, ka pjesë në artistë të ftuar special guest nga artistë më të mirë që ka Shqipëria, si Noise, Ilvana, Dafina, Tajna, Helbenia, Ledri, Kapital, Marin, e të tjetër sepse janë shumë artistë e parë të përmend, domethënë i bishë do të zgjatet një orë me listën. Përveç artistëve performues, kemi edhe artistët që janë me programin live, që ne kemi futur si një zhurmë shumë të bukur dhe në komunitet shumë të mirë, që janë Aurela Gaçe, që është Atela Toska, që është Remzine Xhata, Uta Selimi, Eli Malaj, janë shumë artistë, mos harro ndonjë dhe Inger Qefi, por që janë gjithmonë të pranishëm dhe me super performanca, po pa humbur dhe pa përmendur që kemi dhe grupin Magic 4, që janë të pranishëm në çdo fundjavë në Escape dhe në sa timi hapur, gjithmonë Magic është prezent në Escape Film Club. Kështu që me këtë video mesazh do të ftoj gjithë ata njerëz që nuk kanë qenë akoma në Escape, të vinë pasi ka një tjetër argëtim, tjetër show, tjetër organizim dhe nuk ka lidhje me klubet që kemi parë në sot. Ka tjetër energji dhe tjetër vibe. Xhani, shumë faleminderit për kohën dhe Faleminderit ju. shpresoj të realizojmë intervista të tjera. Patjetër, gjithmonë, me kënaqësi. Faleminderit shumë.